asnjëri nga nënkryetaret. Ne andaj jemi fokusuar në për votat e tyre të domosdoshme. Në zgjedhje, karshi dhe subjekteve që e përbëjnë kryesin, sepse kuvendin e bëjmë bashkë, kurse qeverin pra e bëjmë vetë. Kur t'jemi të qeveria, atëherë është përgjegjësi ekskluzive jona që t'i sigurojmë pra 60 votat, edhe të vazhdohet tutje me procese ajo, po që është kompetencë dhe përgjegjësi jonja. Mirë, po çështja e kuvendit, ajo bashkullhiqet. Do me thonë, andaj kërkohet që të ketë një lloj respektimi të vlerësimit të secilit të subjekt në mënyrë që t'i jepet verdikti dhe të jetë tutje dhe pastaj edhe për neve të rrjedhin afatet. Mirë po dhe njëherë, po them që këto janë thjesht lojra politike dhe tendenca bllokuese e strategji politike, për qëllimi i vërtet është që të bllokohet qeveria Kurti 3. Por paradoksi është cilësuar edhe fakti që kemi parë deklarime pra nga partia fituese, duke nisur nga kryeministri e detyrë Kurti, tash deputet, i cili ka thënë se i kemi votat për qeverim, por nuk i kemi për kryetarin e kuvendit. Atëherë nëse i ke vota për qeverim, pse nuk ja siguron votat edhe kryetarit të kuvendit? Pse nuk janë ato vota edhe për ta votuar Arblena Agjiun? Sepse edhe njëherë po e them, ne e bashkë qeverisim kuvendin, kurse pastaj për çështjen e kompetencave dhe procesit të formimit të qeverisë, po që ai është një proces ku ne hymë në negociata politike, mund të ketë ndarje të funksioneve dhe përgjegjësive ekzekutive, në marrëveshje pra potenciale në raport me krijimin e numrit 60 në mënyrë që të ecet tutje dhe kjo po që nuk kupton një përgjegjësi e jona ekskluzive që të sigurohet ajo shumicë. Pjesa e kuvendit, kryesisë së kuvendit, aty nuk janë 2-60 nisha. Aty pra ekziston një tërësi, andaj si tërësi duhet mbështetur pozitat dhe funksionet të cilat i propozojnë subjektet politike. Pra, është mungur le të themi kjo tendencë që të bëhet marrëveshje politike për kryetarin e kuvendit për faktin që megjithatë ka pasur diskutime, negociata mes Kurtit, mes partisë fituese dhe nisëm socialdemokrate Fatmi Limaj dhe ai ka për të ditur së dhe sot dhe përsëriti që pra ka pasur një marrëveshje verbale për postin e kryeparlamentarit, por për t'ia dhënë atij postin e kryeparlamentarit, por më pas kemi parë një deklarim në një intervistë për televizionin publik që e pati Kurti që tha se nuk mund t'i jepet një partie me 3 deputet posti i kryetarit të kuvendit, duke përmendur se brenda ka pra dhe listën në guxat të cilën një përfaqësoni me më shumë deputet se sa që ka nisma socialdemokratë. Pra, po bëhet për ta konsumuar, le të themi, këtë pozitën e kryetarit të kuvendit dhe më pas negociata, po thoni se do t'i fokusoni me të tjerët për formimin e qeverisë, përfshirë edhe nismën socialdemokrate. Ne mendojmë që duhet të jetë konsensus i përbashkët dhe një mbështetje e tërësisë karshi kryesisë së kuvendit. Dhe ne kemi vlerësuar si proces të tillë çështjen fillestare. Çështjen e qeverisë, po e kemi pasur të hapur që të diskutohet me palët në mënyrë që të sigurohet pra mbështetja e nevojshme për të ecur më tutje. Rrafshi diskutimeve të cilën është bërë, qoftë me nismën, në kuadër të informatave të cilat i kam, pra është bërë vetëm në rrafshin pra që të ketë pra mundësi të hyrjes në një koalicion qeverisës. I është premtuar Limajt posti kryeparlamentar, ka pas marrëveshje verbale, çu thaj sot, kështu deklaruese. Nuk mund ta konfirmoj as të mohoj pa qenë vetë prezente, për arsye që çështjen e negocimit ose diskutimeve Kurti është dashur me informu partner lidhur me këto diskutime që bën. Ministri Kurti, ne i bëjmë dhe diskutimet tona dhe reflektimet tona karshi hapave potencial. Tash që një përpjekje politike ka qenë edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, që është menduar pra që t'jepet një lloj zgjidhje afatgjate, pra jo vetëm se ne kemi parë që nga LDK-ja janë zhdalur vazhdimisht me idenë që nuk dëshirojnë të jenë pjesë e proceseve të cilat nënkupton një qeveri afatshkurt, mirë po diçka stabile dhe afatgjate, dhe ne kemi menduar që si koalicioni i përbashkët mund ta ofrojmë këtë qeveri stabile dhe afatgjate, si kundër alternativë doli pastaj një qeveri tranzitore dhe afatshkurt, që ishte kontradiktore me deklarimet e tyre të më përparshme. Andaj në rrethana të tilla, pra opsioni potencial ka qenë që të diskutohet dhe me deputetët e nismës në mënyrë që të ketë edhe pjesëmarrje në qeverisje dhe në proceset ekzekutive. Mirë po ne vlerësojmë që çështja e kuvendit duhet të jetë pra në mbështetjen e tërësisë së saj dhe kryesisë dhe përbërjes që ka nga subjektet politike. Pse nuk po të diskutime me subjektin, me Partinë Demokratike këtë rast, pra edhe Aleancën për Pranërinë e Kosovës, që janë poshtë parti parlamentare, pas refuzimit që u bëri Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe që ishte ai propozimi për një qeveri gjithëpërfshirëse, e cila propozimi i cili u prezantua në konsultat që pati presidenti Osmani me përfaqësues. Ishte mjaft e çuditshme edhe si propozim nga ana e LDK-s, kur ne ftuam atë dhe ajo tha që unë nuk vi pa PDK-n dhe pa parti tjera. E shoh të pakuptim sepse si qeveri tranzitore si praktik pra ne kujtojmë pra çështjet e pas luftës kur nuk ka pra procese zgjedhore dhe për të administruar sa procese të tilla pra formohen këto qeveri tranzitore
ose në rrethona kur rrëzohen në regjime, kemi pa pra krijimin e mekanizmave të tillë politik dhe administrativ. E çuditshme do të ishte sepse e zhvlerëson tërësisht procesin e zgjedhjeve, atë çfarë kuptimi do të kenë zgjedhjet në qoftë se të gjithë hyjnë së bashku. Edhe e treta që e bën edhe më të çuditshme pra është që do ta lënë të Kosovën pa opozitë. Në qoftë se të gjitha subjektet hyjnë në një qeveri tranzitore, atëherë kush do të ishte mekanizmi mbikëqyrës dhe balancues që në këtë rast pra e bën opozit dhe që mirëbën pra parimin e demokracisë. Andaj në rrethana të tilla pra ka qenë mund të them se pa diskutueshme në rrafshin tonë edhe qoftë si propozim, përkundër që ne kemi menduar që të jepim pra një opcion e cila e zgjidh situatën e tanishme, mirë po do ta zgjidhte edhe çështjen e situatës politike afatgjate, që do të nënkuptonte pra një zgjidhje potenciale brenda trekançit pra vetëvendosje dhe bashku me partnerët, LDK gjithashtu edhe zgjedhjen ose procesin kashi edhe presidencës. Pra, është menduar një lloj zgjidhje më afatgjate brenda këtij trekançit të këtyre tre aktorëve ose tre institucioneve. Në pamundësi të kësaj, ne kemi vlerësuar që po kemi diferencat tona, qofshin ato edhe me LDK-n dhe me subjekte tjera, mirë po me PDK-n dhe me parti tjera janë dukshëm më të thella. Pra në këtë rrethon janë po është një le të themi vite kanë qeverisur edhe Lidat Demokratike, edhe AKO-ja ka qenë pjesë e qeverive, edhe Fatmir Limaj ka qenë pjesë e qeverisë të kaluara. Me këtyre subjekte pra vlerësojmë që janë më të thella në këtë pikë që nuk janë të kapërcyeshme për një situatë e cila do të mund të prodhonte diçka një rrethon politike. Andaj ne kemi vlerësuar që edhe çështjet e percepcionit dhe përshtypjeve qofshin tona të elektoratit dhe mbështetjes dhe vlerësimit edhe qytetar, më e përafërta do të ishte pra mundësia e bashkëpunimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Vazhdon të vlej oferta për ta ende? Po ne kemi qenë të hapur dhe besoj që zotri Kurti është i hapur për diskutimin, nuk ka qenë asnjëherë refuzues karshi këtij procesi. Nuk e di se çka mund të them në tek aktualisht, mirë po besoj që gatishmëria e tij ka qenë pra një përpjekje dy radhaze në mënyrë që të ulen dhe të diskutojnë karshi proceseve institucionale dhe politike, se po e them edhe një herë që ne jemi aty për Kosovën, pra dhe jo domosdoshmërisht të shoh të arsyeshëm këtë mbyllje në një inati dhe këtë me gjithë spektrin politik. Pra qoftë karshi neve, qoftë karshi subjekteve të tjera politike. Nuk e di se çfarë dobije potenciale mund të sjellë, mendoj që është e kohës të jemi pragmatik dhe praktik dhe të jepim pra rrugë proceseve të cilat kemi përgjegjësi për to. Përballë kësaj situate pra ku nuk ka zgjidhje apo shtjellohet ose apo shkojmë drejt zgjedhjeve të reja, është përmendur fillimisht keni përmendur jo si koalicion fitues, por që në seancat e para që nëse nuk ka marrëveshje ne jemi edhe për zgjedhje të reja, ka përmendur edhe Partia Demokratike e Kosovës për opsionin e zgjedhjeve, nëse nuk ka, le të themi, nëse gjykata kushtetuese pra nuk i jep zgjidhje këtij ngërsh institucional, atëherë mund të ketë akordim për zgjedhje të reja.